Mundësitë që ofron teknologjia e informacionit për të trajnuar dhe punësuar janë mjaft të mëdha. Për këtë arsye, Bashkia e Korçës është duke investuar nëpërmjet Korça Innovation Hub, duke sjellë trajnerët më të mirë dhe kurset më të mira për të rinjt dhe jo vetëm, me qëllimin që ata të mund të përfitojnë një profesion të mirëpaguar, pa u larguar nga qyteti Korçës. I tillë ka qenë edhe trajnimi ofruar falas një ditë më parë nga një prej trajnerëve më të mira të marketingut digjital, Eliona Costa, e cila ofroi eksperiencën e saj në fushën e Pinterest marketing, LinkedIn marketing dhe e-commerce. Unë do t'ju them që asnjëherë të mos mendojnë se fakti që ndodhen në një qytet të caktuar, apo që nuk kanë një shkollim të caktuar të mos dorëzojnë asnjëherë, sepse bota digjitale është e tillë që ti mund të specializohesh lehtësisht nëse ke dëshirën. Kështu që asnjëherë të mos dorëzohen së kërkuari për veten. Claudia Konopulli është një prej të rejave që me përkushtim ka arritur të marrë frytet e punës si freelancer. Kam rreth një vit e gjysmë që jam shkëputur nga një marrëdhënie pune të cilën kisha, vetëm për këtë arsye. Pra, kam marrë iniciativë personale për të vetë punësuar. Me një punë shumë të vogël, mbase 1 orë ose 2 orë në ditë, mund të arrish deri në 1.000 euro në muaj. Dhe këtë e them nga eksperienca personale. Bashkia e Korçës mbështet një sër kursesh dhe trajnimesh në fushën e teknologjisë së informacionit për grup mosha të ndryshme.